Profesor dua të bëj një master, por nuk di cilin të zgjedh midis atyre të formimit profesional apo të formimit shkencor. Është një ndër pyetjet, dilemat dhe hezitimet që hasim më dendur çdo fillim viti të ri akademik. Në fakt, për hir të së vërtetës, pasaj fshihet një dilemë tjetër e madhe, që ka të bëjë me faktin po sikur të bëj zgjedhjen e gabuar, dhe mbi këtë pyetje nuk ka një përgjigje unike apo definitive për të gjithë. Sepse imagjinoni faktin që kam përpara një student, i cili ndoshta është në marrëdhënie pune, por po ashtu dëshiron të rritet në karrierë dhe do të marrë një specializim që është sa më i lidhur me tregun e punës, me tregun real. Në këtë rast, pa diskutim, do t'i thosha, duhet të shikojmë një program masteri profesional që të përshtatet, sepse në tërsinë e tyre janë të menduar pikërisht për një formim të orientuar sa më shumë drejt tregut dhe profesionit dhe specializimeve që lidhen me praktikat e përditshme, rutinore. Nga ana tjetër, mund të kemi përballë një student i cili thotë që unë jam fokusuar, kam identifikuar një fushë që jam shumë interesuar dhe kërkoj të shkoj më tej, të zhvilloj veten time, të nxis kërkimin shkencor, që është i lidhur me tregun e punës dhe ndoshta në të ardhmen të shikoj dhe për një doktoraturë. Ati natyrisht do t'i thosha duhet të shikojmë së bashku një master shkencor ndër programet e shumta që kemi në TBU, pasi në thelb ndryshimi nuk është vetëm midis emrit master profesional apo master shkencor, emrit në diplomë, por varet shumë nga rruga që ne dëshirojmë të bëjmë në të ardhmen. Dhe këtu pikërisht vjen dhe ajo pjesa kryesore, mos zgjidhni masterin vetëm sepse janë duke e bërë të gjithë ata që ju njihni. Mos zgjidhni sepse ka emrin më të mirë aktualisht ose ofron pagat më të mira në ditët e sotme në treg. Por zgjidheni mbi atë ose zgjidheni duke pyetur veten çfarë dua të bëj në 2, 3 apo 5 vitet e ardhshme. Sepse një master mund të jetë shumë i mirë, por pikërisht nuk është i duhuri për ty. Dhe në Tirana Business University, kur flasim me studentët për programet tona të masterit, pa diskutim mundohemi të kuptojmë cilat janë interesat e tyre në fushat e ndryshme të biznesit, të drejtësisë, të menaxhimit, marketingut, turizmit apo IT-s, dhe nga ana tjetër neve shikojmë pikërisht t'i japim një ndihmë kësaj pyetje, kësaj dileme. Pra, cili është masteri më i përshtatshëm për personin që ne kemi përballë. Kështu që në këtë drejtim, nëse dëshironi, mund të më shkruani, mund të më thoni çfarë keni studiuar, çfarë diplome bachelori keni, çfarë jeni duke bërë aktualisht dhe ku doni të arrini në të ardhmen, ku e shikoni veten, kush janë interesat tuaj. Dhe do të përpiqemi të gjejmë së bashku një master që ka sa më shumë kuptim për ty. Sepse në fund të fundit një diplom master nuk është një diplom, nuk duhet, një program master nuk duhet për të pasur thjesht një diplom tjetër, por duhet që shërbej si një çelës për të hapur derën të asaj që dëshiron të bësh në të ardhmen tënde.